Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë, po ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thot dhe thot atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në Kryeministri Edi Rama zgjodhi këtë formë për të festuar konfirmimin se Shqipëria do të presë samitin e ardhshëm të liderëve të vendeve anëtare të NATO-s, por njëkohësisht edhe për t'u përgjigjur pretendimeve se vendi ynë nuk do të rikonfirmohej si mikpritës i takimit të radhës së Aleancës së Atlantikut të Veriut. Kreu i qeverisë përcolli këtë mesazh vetëm pak minuta pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në përfundim të samitit 2 ditor në Ankara të Turqisë konfirmoi se takimi i ardhshëm i liderëve të Aleancës do të zhvillohet në Shqipëri. Samiti në Shqipëri ishte planifikuar paraprakisht të mbahej në vitin 2027, por kreu i NATO-s nuk përcaktoi një datë, duke theksuar se ajo do të vendoset në vijim. Samiti tjetër do të mbahet në Shqipëri. Ky është vendimi i Hagës. Samiti do të mbahet në Shqipëri, por do të na duhet të vendosim për kohën. Përveç datës, ende mbetet për të përcaktuar dhe vendi ku do të mblidhen në Shqipëri liderët e Aleancës. Burime bëjnë me dije se një grup pune i NATO-s po bashkëpunon me autoritetet shqiptare për vlerësimin e kushteve të sigurisë, ndërsa vendodhja e samitit nuk është përcaktuar ende. Vendimi që Shqipëria të presë samitin e NATO-s në vitin 2027 u mor gjatë samitit të Hagës, më 24 dhe 25 qershor 2025, ku liderët e 32 vendeve anëtare ranë dakord që pas samitit të Ankaras në vitin 2026, takimi i radhës të zhvillohej në Shqipëri. Megjithatë, mospërfshirja e Shqipërisë si vend mikpritës në deklaratën përfundimtare të samitit në Ankara nxiti diskutime për një rishikim të mundshëm të planit, diskutime që u shuan pas konfirmimit publik të bërë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte.